Festivali folklorik Hasion 2025 këtë pranverë është në edicionin e tij të 36 e organizatorët po kujdesen për zhvillimin e tij. Këtë fundjavë, drejtori i festivalit Aziz Hodaj së bashku me profesorin e folklorit Dilaver Kryeziu kanë mbërritur në Vlorë edhe për një bashkëpunim me Drejtorinë e Kulturës në Bashkinë e Vlorës. Gjatë një interviste për Blu Televizion, Aziz Hodaj është shprehur për festivalin Hasion 2025 dhe bashkëpunimin me Vlorën. Unë jam Aziz Hodaj, drejtori i festivalit Hasion. Sot jemi në Vlorë për të biseduar me autoritetet e kulturës, me drejtorin Genz Demiraj, që nga Vlora të kemi një grup polifonik dhe monofonik që të përfaqësohet Vlora në festivalin Hasion. Festivali Hasion është një ngjarje e konsoliduar mirë, e kornizuar mirë. Si vjet është edicioni 36 i festivalit. Nga viti 2022 është aseti mbrojtur i trashëgimisë në Ministrinë e Kulturës Republikës Kosovës dhe ne po bëjmë përpjekje që të ruajmë këto kritere, të ruajmë trashëgimin, këtë trashëgimi të pasur tonën dhe ta plasojmë në skenën e festivalit për çdo vit, në mënyrë që të rritë njoftohen, të njihen me këto vlera, me këtë thesar të çmuar të kombit shqiptar. Ndërsa është një festival kombëtar me pjesëmarrje nga të gjitha trevat, Kosovë, Maqedoni, e Veriut e Mëgjer. Shumë grupeve nga Shqipëria, nga pjesa shqiptare e Malit Zi, nga Maqedonia, natyrisht nga Kosova, dominojnë grupe më tepër sepse është vendi ku organizohet, përndryshe ka karakter kombëtar. Ka qenë disa herë Vlora me grupe, tani nuk më kujtohet emri, por para 2 vite ishte një grup polifonik i grave Shqiponia të Tërbaqit, një grup fantastik me një performancë jashtëzakonshme, është prit jashtëzakonisht mirë nga publiku, kështu që ka pas vazhdimisht grupe nga pjesa jugore e Shqipërisë, po sigurisht kanë dominuar nga Vlora. Suksese. Faleminderit shumë. Festivali zhvillohet në Gjonaj të Hasit në Prizren, ku pritet të performojnë ansamble kulturore artistike nga të gjitha trojet shqiptare. Ndërkohë që për profesorin e folklorit Dilaver Kryeziu, festivali është dhe një traditë e bukur për përcjelljen e traditave më të mira të folklorit shqiptar tek të rinjt. Jo vetëm ky festival, por çdo festival është e rëndësishëm se aty shpalosen vlerat e mirë fillta të folklorit shqiptar. Kurse ky është krye koka festivaleve, kur thon krye koka, arsyeja vetëm është që jam këtu në Vlorë dhe ju e keni pas festivalin e Gjirokastrës, që ai festival ka qenë një studim për ne profesorët e folklorit, se aty kemi mësuar gjitha karakteret e vallëzimit të këngëve, të kostumeve në festival Gjirokastrës. Tash e kemi festivalin Hasion, që aty shpalosin të gjitha këto vlera, edhe ne si specialist apo si studiues të folklorit po e vërejmë se sa po ruhet trashëgimia jon kombëtare. Ky festival e ka një hon jashtëzakonisht madhe se marrin pjesë të gjitha karakteret kombëtare. Kur them të gjitha karakteret të gjitha trojeve kombëtare shqiptare, ato çka përmend edhe drejtori, dhe aty e shohim ne se sa po ruhet ai, por megjithatë Vlorën e kemi gjithmonë synim kryesor e vetëm ajo që i kanë këngë polifonike, që dihet kënga polifonike çka thot ngërthen e vetë dhe çfarë sjell në vetë. Ne edhe si vjet të konsultu po dhe bashkëpunojmë ngusht me Genz Demirën që e njihni gjithë Vlora këtu, që është njeri i kulturës, që të na sjellin diçka risi gjithmonë nga Vlora. Po dikun mbi 20 ansamble marrin pjesë, tash llogarit aty nga 30 vjet në paktin ansambël, 500-600 vjet të ri marrin pjesë në atë festival. Po është një festival shumë prestigjioz, bëhet me një vend shumë qelluar. Kapse ne aty kemi edhe kushtet i ka kriju drejtoria festivalit, se ajo është një ambient të hapur. Kemi amfiteatrin, por rastësisht më shkoa kemi shtëpinë e kulturës aty, që i ka dikun afër 500 ulseve, që e ka edhe një skenë të shkelqyshme, dhe kushtet janë jashtëzakonisht të mira për mbajtjen e festivalit, por edhe vinë të ri mjaft, ka shumë të interesuar, sidomos publikun e kemi shumë korrekt, publikun e kemi shumë të mirë. Festivali Hasion është një ngjarje kulturore e rëndësishme që zhvillohet çdo vit, që nga viti 1976. Ky festival mbledh deri në 10.000 vizitorë nga Kosova dhe jashtë saj, çdo vit në fshatin Gjonaj, 15 kilometra larg nga Prizreni.